E njihni këtë bimë, përdoreni në këtë mënyrë dhe rezultati do ju befasoj. Rozmarina, si bimët nga më të mirat shëndetësore, përdoret në mjekësinë tradicionale ndër shekuj me radhë. Ka një kohë të gjatë që njihet si një barishte që përmirëson kujtesën, ndaj edhe cilësohet si shumë e rëndësishme për të lehtësuar një sër problemesh që u kanosen. Nëse keni filluar të harroni, mos u shqetësoni. Rozmarina mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në situatën tuaj. Studimet kanë gjetur se rozmarina përmban acid karbonik, neutralizon radikalet e lira në tru dhe acide natyrore që ndihmon para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në mbrojtjen e qelizave kundër radikaleve të lira, kapaciteti i rozmarinës parandalon ndarjen e acidokolinës, një kimikat që stimulon qelizat e trurit përgjegjëse për kujtesën dhe gjykimin e shëndosh. Në një sër testesh, vaji etik i rozmarinës ka treguar rezultate fantastike. Gjithsesi, në nuhatjen e këtij vaji rriten shanset për të mbajtur mend nga 60 deri në 75%. Ulundimi është bërë në të anketuarit që kanë nuhatur vajin e rozmarinës, prandaj nuk do të ishte keq të vendosni pak vaj në çantën tuaj. Kur dëshironi të mbani mend diçka më mirë, nuhatja e rozmarinës mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në këto situata. Çdo ditë më shumë truri ynë po bombardohet me informacione të vlefshme dhe të pavlefshme dhe është e nevojshme që të ketë pak shtys për të performuar më mirë dhe për të mbajtur larg problemet e kujtesës. Dhe një ndihmë të mirë në këto situata mund t'i jap gjithashtu rozmarina, një bimë fantastike me vlera të çmuara shëndetësore që mund të mbajë larg komplikacionet që ju kanosen. Kur bëhet fjala për shëndetin e trurit, natyra na ka furnizuar me disa produkte fantastike, të cilat mund të mbajnë larg komplikacione dhe të sjellin gjithashtu rezultate të shumë pritura. Dhe një ndër to është edhe bima e rozmarinës, një bimë e veçantë që rritet gjërësisht në vendin tonë, kryesisht në zonat e ndryshme malore dhe mund të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e kujtesës. Shumë bimë kanë aftësi të zvogëlojnë stresin dhe shqetësimin, ndërkohë që na mbrojnë trurin nga depresioni, duke na forcuar memorien, duke rritur performancën e trurit dhe duke shtuar përqendrimin. Nëse truri juaj ka nevojë për pak ndihmë që të ballafaqohet më mirë me stresin e përditshëm, të luftojë problemet e ndryshme mendore, atëherë përdoreni rozmarinën si një ilaç bimor i cili mund t'i japë rezultate fantastike në dobi të shëndetit tuaj. Rozmarina ka aftësinë të rrisë ruajtjen e kujtesës, të performojë më mirë në shëndetin e trurit, të rrisë përqendrimin. Aftësia e rozmarinës për të stimuluar aktivitetin konjunktiv mund të ndihmojë në zvogëlimin e riskut nga prekja e Alzheimerit ose dhe depresioni. Gjithashtu, aroma e rozmarinës është e lidhur me nivele më të ulta të stresit, duke dhënë rezultate fantastike në aftësinë e të menduarit dhe duke evituar gjithashtu problemet e rënies së kujtesës. Shtimi i rozmarinës në përditshmërinë e dietave tuaja mund të jetë një nga mënyrat më të mira për të rritur performancën e shëndetit. Vlerat që marrim nga rozmarina janë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme deri te organizmi. Kjo bimë aromatike që bën pjesë në familjen e mentes, rrit me shumicë edhe elementet ushqyes në organizmin tonë. Përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë të larmishme dhe do të parandaloni gjithashtu edhe komplikacione në organizëm. Ajo mund të ndihmojë edhe në shtimin e elementeve ushqyes. Zakonisht është e njohur për vetitë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit ose përmirësimit të memorjes. Në këtë spektër, si vlera dhe përdorimet e saj janë të shumta, si nga gatimi deri te vajrat esencial. Në këtë video, sipas Eating Well, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i kësaj bime. Rozmarina ka ndikime pozitive edhe në shëndetin tuaj të mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë, duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë ti edhe dioksidin e karbonit, duke siguruar kështu një mbrojtje më të mirë të organizmit. Nëse përjetoni probleme të ndryshme siç mund të jenë ato të mushkërive, që kanë më pak oksigjen në organizëm, rozmarina mund të jetë një ndihmë shumë efektive në këto situata emergjente. Ajo mund të përmirësojë situatën tuaj dhe të evitojë komplikacionet. Sipas mjekëve, trajtimet me
rozmarin mund të stimulojë në gjendjen tuaj dhe futjen e oksigjenit. Një ndërto është edhe rozmarina, e cila mund të ndikojë pozitivisht në situatat tuaja emergjente dhe të parandalojë komplikacionet e saj. Sigurohuni ta përdorni këtë bimë si një ndihmë të mirë mjekësore në situatat tuaja të vështira dhe të parandaloni komplikacionet. Rozmarina është një bimë fantastike që mund të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të syve. Për personat të cilët përjetojnë edhe humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular, rozmarina mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj. Kjo sëmundje prek zakonisht të moshuarit mbi të 50-tat edhe dobëson shikimin në mënyrë graduale. Për të ulur riskun që të prekeni nga kjo sëmundje, rekomandohet të konsumoni sa më shumë këtë bimë të veçantë. Duke qenë e pasur me nivele të larta të antioksidantëve, rozmarina mund të ndihmojë në luftën kundër sëmundjeve dhe degenerimeve të ndryshme të syrit. Rozmarina është një bimë që mund t'i japë shumë për përmirësimin e tretjes. Duke qenë e pasur me nivele të larta të antioksidantëve dhe të vitaminave, kjo bimë do të ndihmojë dhe në tretjen më të mirë të ushqimit. Kujdesuni ta shtoni këtë bimë në secilën nga ushqimet tuaja për të përfituar vlerat e saj dhe për të evituar kështu ndikimet negative të organizmit. Rozmarina ka efekte pozitive në shëndetin tuaj të kujtesës. Ndihma që kjo bimë jep për memorien dhe për qëndrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si receta natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe shumë studime vërtetojnë në këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund ta përmirësojë ndjeshëm memorien tuaj deri në 30% nëse konsumohet rregullisht në nivelet e duhura ditore, dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike. Rozmarina është një bimë që mund t'i japë përfitime fantastike në luftën kundër problemeve të depresionit. Rozmarina ndihmon kundër sëmundjeve neurologjike, siç janë depresioni dhe ankthi ose skleroza e shumfisht. Mjafton që të konsumohet rregullisht në bazat tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë mbërslënse. Ajo mund të ndihmojë në largimin e ujit të tepërt nga trupi. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt nga trupi. Ajo mund të ndihmojë në largimin e toksinave të dëmshme dhe përmirësimin më të mirë të imunitetit tuaj. Sigurohuni ta keni pjesë të pasvendësueshme të dietave tuaja dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Rozmarina është një bimë që mund të ndikojë pozitivisht në shumë aspekte të vlerave të shëndetit dhe si e tillë mund të përdoret në forma të ndryshme. Ajo mund të shfrytëzohet edhe në përmirësimin e organizmit. Studime shkencore kanë treguar se rozmarina përmban acid karzonik, i cili lufton edhe dëmet që mund të shkaktohen nga radikalet e lira në trurin tuaj. Gjithashtu mbron edhe kundër aciditetit dhe mbron ADN-n e trupit nga dëmet e ndryshme. Rozmarina ka efekte të mira antiinflamatore, të cilat mund të nxjisën të keni një organizëm të shëndetshëm. Një studim ka vlerësuar vajin e rozmarinës si një përzgjedhje fantastike, duke u ndarë në 66 persona të 2 grupeve. Grupi që përdorte rozmarinën kishte performancë më të mirë në shëndetin e trurit dhe kishte më pak komplikacione që i kanoseshin atij. Rozmarina është një bimë me përfitime të larmishme. Mjafton të përdoren nën kujdesin e duhur dhe nën vëmendjen e shtuar mjekësore, dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike. Rozmarina ndihmon në relaksin më të mirë të mendjes suaj. Rozmarina mund të qetësojë mendjen e shqetësuar, si dhe të garantojë një ndjesi gjallëruese. Ju mund të fërkoni bimën e vogël mes gishtave dhe të thithni avullin që ajo lëshon. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike dhe do të mbani larg problemet në shëndetin tuaj. Rozmarina është një bimë që mund të ndikojë pozitivisht në vlerat e trupit. Ajo përmban antioksidant të fuqishëm që mbron trupin kundër problemeve të radikaleve të lira. Për ata persona që nuk e dinë, kjo barishte përmban acid rozmarik, acid karzonik dhe acid ursolik, të cilët janë antioksidant të fuqishëm në mbrojtje të mirë të organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vetëm përdoreni me kujdes në mënyrë që rezultatet të jenë më të larta. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.